Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora flet më gjerësisht rreth aktivitetit sensibilizues që organizohet për të dytin vitresht nga institucioni që drejton, Shpresë dhe Jetë, si një sensibilizim për kancerin e gjirit. Një iniciativë që lindi nga kërkesa e grave këshilltare të Këshillit të Qarkut vitin e kaluar dhe që u mirëprit nga administrata e Qarkut. Moçka thekson se një vit më parë aktiviteti erdhi në një format lëvizës në të gjitha bashkitë e Qarkut për diagnostifikimin e hershëm. Këtë vit u mendua që konferenca të jetë rajonale për ta përcjellë zërin edhe më shumë dhe për t'i bërë një jehon edhe më të madhe. Moçka vlerësoi punën e palodhur të grave të administratës së Këshillit të Qarkut në Vlorë për zhvillimin e kësaj konference, ndërsa tha se gratë dhe vajzat duhet të bëjnë kontrolle dhe diagnostikime të hershme. Në fakt, kjo është një iniciativë jo thjesht e institucionit të Këshillit të Qarkut, por një iniciativë që lindi nga kërkesa e këshilltarëve të Këshillit të Qarkut Vlorë, pra e grave këshilltare. Po do një propozim në vitin e kaluar, i cili u mirëprit nga administrata e Këshillit të Qarkut dhe siç dhe ju e përmendët, vitin e kaluar ne kemi qenë pothuajse në gjitha bashkitë në një format lëvizës, ndërgjegjësimi, por edhe ndihme, themi në një farë pike për diagnostikimin e hershëm të kancerit gjirit, me qenë se jemi dhe në muajin e tetorit roz, siç njihet. Këtë vit e menduam që konferenca të jetë rajonale, pra me përfshirjen e të gjithë bashkive të Qarkut ton dhe sidomos me ftesën që u bëm të gjithë profesionistëve të Vlorës, të gjithë rajonit, me qëllim që të kishte edhe një impakt dhe një jehon më të madhe dhe zëri të përcillej edhe më mirë. Ishte po një iniciativë përsëri e këshilltarëve gratë Këshillit të Qarkut dhe një punë jashtëzakonisht e mirë, do të thosha nga sa pas se doli konferenca e gjithë stafit dhe në veçanti e grave të stafit të administratës Këshillit të Qarkut Vlorë. Jam i kënaqur nga realizimi dhe nga pjesëmarrja e zakonisht e lartë. Kjo tregon që është një çështje që duhet jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndaj dhe nëpërmjet televizorit tuaj bëj thirrje që dëgjohet jo vetëm zëri i institucioneve, jo zëri vetëm i OIF-ve, jo zëri vetëm i komunitetit dhe shoqërisë civile, por edhe zëri i profesionistëve që shumë shpesh e përmendin dhe bëjnë thirrje të gjithëve për një kontroll dhe diagnostikime të hershme atje ku për fat keq ndodh. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka tha se do të mbështeste edhe në vitet në vijim këtë iniciativë të grave këshilltare dhe grave të institucionit që drejton. Ai tha se do të shikohen të gjitha llojet e formateve, ndoshta në vijim edhe mamografit lëvizëse dhe mjek për zonat e thella rurale. Përsëris që është një iniciativë e grave këshilltare. Ne mbështetim dhe suportojmë dhe kur është një iniciativë e këshilltarëve tona dhe e stafit të Këshillit të Qarkut Vlorë, do të thotë që kjo vetë përtej kryetarit apo dëshirës kryetarit. Është një gjë që e kemi hedhur tani në themel dhe do të vazhdoj absolutisht ndër vite, ndërkohë që do të shikojmë gjitha llojet e formateve, ndoshta edhe formatin lëvizës, ndoshta edhe me mjek në zonat thella rurale, por kjo është një gjë që do të shikohet për vitin tjetër. Këshilli i Qarkut në Vlorë ka kthyer kështu në traditë zhvillimin e aktiviteteve në kuadër të sensibilizimit për kancerin e gjirit në muajin tetor, që përkon edhe me tetorin roz, pasi pikërisht tani është koha për ndërgjegjësim dhe veprim.